Kandidati për deputet në listën e hapur të Partisë Socialiste, Klevis Kaso, ka zhvilluar një takim me djemë dhe vajza sipërmarrës të suksesshëm në qytetin e Vlorës. Kaso ka takuar nga afër ata të cilët i ka quajtur një model suksesi, kontributor të vyer që me punën e tyre shërbejnë për qytetin dhe mbi të gjitha kontribuojnë edhe në taksa për pushtetin lokal dhe atë qendror. Klevis Kaso tregon dhe një angazhim të tij personal, duke u shprehur se nesër në Parlamentin e Shqipërisë do të angazhohet për të sjellë më tepër lehtësira dhe mbështetje financiare për biznesin. Pa emocion fare. Dhe dim se kam pa emocion, se të gjithë juve shikoj vetëm, edhe të gjithë atë rrugtimi tim që e kam bërë, e kam bërë gjithmonë pjesë të biznesit. Ju jam shumë i njohës, realisht do të ishte një takim shumë më i gjerë, por unë merja në telefon, vetëm ata që më vinin në mendje që merreshin me biznes, njësoj siç jam marrë unë që nga fillimi deri tani. Në këtë rreth këtu ju quaj të gjithëve miq dhe ju falenderoj shumë dhe për mbështetjen që më keni dhënë gjatë gjithë kësaj kohës që unë kam filluar dhe fushatën elektorale. Tu ka shumë histori suksesi, se ne nuk e pranojmë që jemi histori suksesi, por realisht ata që janë në moshë të re dhe kanë fokusin të bëjnë biznes, duke ditur vështirësitë që biznesi ka, janë heronj për këtë qytet. Janë kontributor real të taksave të bashkisë dhe të tatimeve rajonale. Unë dua ta nis nga një angazhim që unë do marr nëse do të jem nesër në Parlamentin e Shqipërisë. Mbështetjen ndaj biznesit të vogël dhe të mesëm do ta kem në maksimum. Për sipërmarrësit e rinj të qytetit të Vlorës, Klevis Kaso është një mbështetje e madhe për ta, duke treguar rrugëtimin e tij të suksesit. Sipërmarrësit shprehen tepër të bindur se ai do të jetë gjithmonë mbështetje për ta, një derë e hapur se ku mund të trokasin për të gjetur gjithmonë mbështetje. Unë mendoj se arsyeja kryesore që vlorjanët duhet të votojnë Klevis Kason është një djalë vlore. Ne kemi ardhur ta mbështesim se e kemi shok që jemi rritur me të, edhe kemi djalë lagje. Nesër pas nesër çdo vlorjant e ka një derë ku të trokasë. Djalë lagje, jam i rritur me Klevisi, përveç asaj, çdo punë që ka pasur, dëgjojmë gjithmonë për çdo qytetar, çdo njeri që ka rreth telefonin, edhe atë që do të bën. Uroj që gjithë të rinë, gjithë vlorjanët të mbështesin Klevisin sepse ka treguar vetëm se që është një sport që ka pas rritur si sportist, që ka qenë kapiteni i tamutazh nga bërë penal. Qyteti e Vlorës me gjithë të rinë, njëkohësisht edhe në biznes që ka pasur, por para ka treguar që ka qenë gjithmonë duke bërë mirë. Të mençur, të paepur, me ide e vizion, bizneset, sipërmarrësit përbëjnë sot një nyelise në ekonominë e qytetit të Vlorës.